Momentin kur kërkohet pasfordi, nënkupton që ka humbë besimi. Humbet besimi, humbet edhe kuptimi i një lidhje. Prandaj duhet të kanë fillim, që një lidhje jo vetëm çift, po në çdo aspekt jetës duhet të bazohet në këto parime që janë transparenca, sinqeriteti, besimi. Shumë lehtë është me prish diçka, po shumë vështirë me ndërtu. Ti personalisht, Taulant, e din fjalkalimin e bashkëshortës? Nuk ka hepi harroj edhe temin. Okej. Goja bashkëshortës atë gjinët. Pyetja tjetër? Trasta gjenë bashkëshortja. E ke harru e gjenë ajo. Falë. E gjenë edhe pa e kërku ato. Leta i lojmë zagonisht. A duhet të flasim hapur për të ardhurat edhe financat? Këtu mendoj që është e domosdoshme. Po, pa tjetër. Po, mbaret në cilin raport ndodhësh, a je vesh në lidhje, a je e fejume, a je e martume. Se nëse je vesh në lidhje nuk e di sa na bashkojnë të ardhurat. Unë e mendoj që kur të është lidhja serioze, është e nevojshme që me ndo këto mendimet edhe të ardhurat financiare, sepse është e nevojshme për të dy palët për me mendu për një të ardhme të përbashkët. Nëse ka një lidhje serioze, mendoj që këto biseda janë shumë të nevojshme për mi po njëri tjetrin. Po, më mendoj që normal kur jeton me bashkëshorten, edhe normal që duhet diskutohet edhe kemi një pasqyrë të hyrave financiare, për shkak se jeta ka obligime. Edhe normal kontributi nuk është mos në kalunën që mashli ka punu, ndërsa femra është kujdes për punë shtëpi. Dinamika e jetës na determinon një mënyrë tjetër të jetës. Unë mendoj që po patjetër duhet më diskutu. Altrin? Pajtona me qikat që thanë që është ka shumë rëndësia në një lidhje serioze apo në një martesë që është diçka long term, diçka që zgjat. Në fund të ditës edhe ligji përcakton që të ardhurat financiare patjetër që do të ndo me bashkëshortin edhe me bashkëshortën, kështu që po patjetër pse jo, nëse ti konsideron që ajo është shtëpia jote, ti duhesh me ndo qoftë atë centin e fundit për gjys, ose edhe në kohë nevoja më shumë, sepse ke vendos jetën me adhon, dikuj na e le më parën, kështu që është sen që veç bashkëshortet mendojnë ndryshe. Bashkëshortet... Në vajzat, rruga është e jamja, kurse bashkëshortet prap jina bashkë. Jo, bashkëshortet e kanë këtë mendje, që pajtohem, do shta jo të gjitha, po, paga ime, parët e mija janë të mijat, e tuat janë të mijat. Unë nuk kam të problem, unë jam ma shpënzus, si shpënzoj edhe grus. Edhe Gjakovarti, shpënzusa. O mirë, o mirë. Okej. Askush në bilizhin. Duhet 50-50 me ndo pra dhe ato, po edhe pagën e grus, po edhe burri. Jo, nuk është puna e ndamjes, për me tregu sa kemi... Sa parë në kanë me në bankë. Pasuri ose financa, sa kemi... Këtu përqoj pak, këtu